أما بعد فإننا بلا ظلمات في تكوينكم الله عز وجل صلوات والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام رشد مشينا الله عز وجل جهود فامين متين شوق كيسي جاب مسلم كذا بدرجة على سيدة بعصون بديتنا جكيمي رالشنا لجانا فندت كمن بيبرتك كشيرا نقام للتارت أفنغت بارطان konkretisht kemi vetë të këshillat e Aliut radhiyallahu anhu, por kjo xhumë ka vendosur që ta sjell një shembull konkret të sabrit dhe durimit, një shembull të një gruaje sahabike e cila guru tregon qëndrime burrore, e cila guru din me menaxhu sprovën në familje. Na dim që sprova jetën e përditshme është e pashmangshme, mirë po nga sprovat më të rënda pas imanit besimit në jetën e njeriut është kur njeriu sprovohet me evlad. Në këtë rast kur evladi i vdes muslimanit. Dhe një gjë e tillë është e pashmangshme dhe mundet me ndodhur secili prej neve. A ka pas raste kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që njerëzit kanë vdekur fëmija në veçdi, ka pas raste. Dhe rasti që na jep neve shëmbultyr të arë si duhet më sjell me vdekjen e fëmijës është rasti i Ebu Talhas dhe rasti i Umm Sulejmes, do thotë që ka qenë gruaja e Ebu Talhas. Normalisht ajo që duhet të ditë fillimisht është se ka thënë pejgamberi alayhis salam, sprova vazhdon të jetë prezent në jetën e besimtarit dhe besimtares, në familjen e tyre, pasurinë e tyre, dhe kështu kanë vazhduar ata me sprovu derisa do thotë ata të takojnë Allahun azza wa jall pa pas asnjë mëkat. Dhe thamë që vdekja e fëmijës konkretisht për prindin është do thotë një sprova rëndë, pasi Allahu azza wa jall ja bën frytin e zemrës së prindërve. Për të arsye kemi raste të tjera jashtë rastit që është pjesë përbërëse e temës tonë, thotë njëri prej dietarëve Abu Sinan, thotë e kam varros, do thotë birin tem, Sinanin, dhe Abu Talha ka qenë duke qëndruar në skaj të varrit. Dhe kur ndodhi urrimi dhe vendosën të u largu prej varrit, ai më kapi për dorë dhe më tha, o Abu Sinan, atë përgëzoj, tha po përgëzon. E pastaj filloi me ja cek, do thotë zinxhirin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, zinxhirin e hadithit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe arriti tek sahabi i nderuar Abu Musa al-Ash'ari, i cili thotë se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur vdes fëmia i robit tëm, Allahu azza wa jalla thotë malaikëve edhe pse Zoti e di më së miri. A morët fëmijën e robit tim, ato thonë po. A morët frytin e zemrës së tyre, ato thonë po. E çfarë tha robi jam? Ata thonë malaikët, ai tha elhamdulillah. Ta do falënderimi tek Allahu, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ne jemi tek Allahu azza wa jalla dhe tek ai kemi për të kthyer. Pastaj tha Allahu azza wa jalla ubnu lahu baytan fil janna wa sammuhu baytul hamd. Marroni ti robit tëm një shtëpi, një pallat në xhenet, edhe marroni pallatin si shtëpia e falënderimit. Paramendoni apo analizoni fjalën e Allahut kur Allahu i tha melekëve, a morët frytin e zemrës së robit tëm, do thotë frytin e zemrës së prindërve, nga se fryti i zemrës apo bukuria e zemrës do thotë janë evladët. Gjithashtu për të treguar se dhimshmëria prindërve nga shqiptime të tyre, sidomos e nanës në evladit saj është e madhe, i dërguar Allahu dhe ka sjellë një hadith tjetër që ka shkruar Buhariu dhe Muslimi. Në kohën e Davudit alayhis salam dhe Sulejmanit alayhis salam, baba e mirë të pejgamberit, kanë qenë dy gra të cilat graj kanë pas fëmijë lulak. Dhe normalisht kanë dalë ato dy gra me një kollos, me një fushë me fëmijët e tyre. Edhe duke biseduar këto gra mes vete, kadër Allah, caktimi Allah ndodhë që vjen një ujk, edhe e merr njërin prej nga dy fëmijëve. Pastaj kur vi nana edhe shohin që një fëmijë ka marrë ujku, një ka mbet,
ato fillojnë me u grim me një tjetër, me bullap dhe me thonë, kjo është mja jenë. Ty ta ka marrë ujku e mu s'na ka marrë. Ata në shka më të vra, kanë thonën, na pe marrë me gjukatës në snede, pejgamberin Allahu Davudin a.s. Edhe këto dy gra shkojnë të Davudi a.s. Edhe normalisht Davudi a.s. ka gjipur në favor të grus e cila ka qenë ma mëve, me vjetë. Mirë po kjo gruja dhe vogël, ma kuptinë fjallës me mosh, nuk është ndira atë me kemë gjykim. Edhe kanë thonë që po shkojmë të djali i Davudit a.s. Kush ka qenë ai Sulejmani a.s. Ty pejgamber babe mirë. Edhe Sulejmani a.s. ka dash me i gjipu këto dy gra mënyrë psikologjike. Ka dash me i testu aspektin psikologjik. Me pase ku është dëmshmëria. Andaj pa dash me qitë pozitivje që njërën palë. Që ka po? Sulejmani a.s. me tha këto dy grave. Masi ju s'po bini dakord, s'po kalzoni drejt, edhe s'po thoni se cilër i kujtë është ki fmi, të dyja po thoni e joni, apo jemi, atër, i thot Sulejmani a.s. mbrojës, bere një thik të madhe. Bere një thik të madhe, edhe të aftherë me i këtë fmi që kam betë. Nja pas ka umër ujku, tjetëri kam betë. To po përlahen, se cila është mija, cila është dhe të mija i saj. Apo kush është nane të të miju. Nona reale, që me mosh ka qenë ma vogël se a e qedra, nga dhimshmëria që e patë për e blëdhën e saj, që ka tha, mos e bojim, mos e bojim këto përirë të zotit, jepja kësaj. A e qedra në foli. Ate Sulejmani sa më të thëmija qeka i nonës me mosh më të vogël, ate i mere këtë thëmija dhe shko se joti është. As nuk ishtini me pobenë zonë, as nuk ishtini me malkunje qetëri po shka puni, e pune një test psikologjik, se gratën pa dokta se burët, shpejt dorzonë, shpejt binë në gratë, shpejt e kalzojnë dhe shka fshkejnë mrena, shpejt në tojnë. Andaj Sulejmani sa më dashtë një testu dhe me pase kush është për një merë. Nana e thmijës, apo i thmijës, është e vogël e madhja, në bazë testit psikologjik, aje kuptoj që nana reale është nëna që ka qenë në mosh ma të vogël. Dhe për të treguar më për shumë, raste se prindit mërzitet dhe nana mërzitet, për e bëvën e vetë është raste kur pejgamberi kaloi pranë varrave. Edhe pa një nane cila po qante për fëmijën e saj që i ka vdekë. Atë pejgamberi me tha, inspiri, po ahtesibi. Bon sabër, ki frikë Allah dhe shpeson është shpëlimin e Allahut azza wa jall. Dhe kjo nga dhimbja që e ka pas, çka tha? Tha që largohu nga unë nga se unë e kom dhimbjen teme, te e din nuk e din se çka më ka godit mu. Pejgamberi sa përdej një unë vetë, kur kjo nanë, do thot, e kuptoj që ky pas ka qenë pejgamberi sa më dhe me pejgamberi dhe tha, nuk e dita që t'i e artë Allah. Rasin tjetër që nana të regon dhimbshmëri të madhe për vlefën e saj, edhe kur e humba dhe kur smunët edhe kur vdes, është rasti kur në një betej. Humbën disa lulaka nga mesi e muslimani. Edhe pejgamberi sa me drejtsinë e tij, me fenë e tij të bukur islame, urdhoi ushtarët që me i gjetë fëmija që kanë qenë lulak. Se Islami ka tregu se luft nuk mësojnë më prej gratë, leqë, fëmija, edhe ai që nuk lufton. Islami ka parime. Sot nuk zbatohet asnjë parim i luft. Sot nuk zbatohet asnjë rregull njerëzor, s'ka kom Islam. S'ka njerëzimët më. Asnjë rregull nuk respektohet. A pejgamberi ka ndaluar me urzu kishat, me ura fëmija, me ura pleqë, gratë, ata që nuk luftojnë. Ka rregulla dhe luft për në kjeset bukur. Atëre kur e gjetë në laki, i dërguja Allah tha, jepja kësaj nane, se ka qenë lak që ka thikë gjitë, qumsht. Edhe kjo nane nga dhimbshmëria e saj e madhe e morën dhe shtrëngoi lakun. Atëre pejgamberi më tha, e të rune, أن هذه الأم طالعة ابنته في النار. Çka mendoni tha që kena në këto momente? A ki shqite vladën e saj në zjarë? Tha që shme qitë ja Rasulullah? Kjo thë më nëzishë e gjeti.
pa sa ka qaj, pa sa ka qenë mërzitur. Mërzia ma është në pini për humbje, vdekjen apo për smunin e vladin të tia pa të saj. Ta së më dohet, gjithashtu se edhe vetë pejgamberi u spërmun e vladin. I kam vdek 3 djemë. Thotë Enesin radiallahu anhu, kur vdiq Ibrahimi, djali i fundit i pejgamberit alayhis salam, tha hynëm tek pejgamberi alayhis salam dhe pasi vdiq Ibrahimi, thotë i dërguar Allahut e mori me krah, thotë edhe e puthi e vladin e vet. Thotë lotët e tij të bekuar, thotë lagën negër dhe ran në fytyrën e Ibrahimit. Thotë Abdulrahman ibn Awfi, shumë që pejgamberi ja Rasulullah, edhe ty po dalin ka shumë lot, edhe ti po shanë shumë, tha pejgamberi alayhis salam, o biri Awfit, që ta lot që ku mishen su të minën lot mshire, për mëdhimet e vladi jem, djallë e po pas, ka vdek i ri, edhe për mëdhimet e po qaj, se zemra eme është e mëshirsh me put, mirë për dhe toa Abdulrahman ibn Awf, syri në tonë, zemra eme është të mërzit, po ne nuk e themi asë që e rëndon Zotin tonë, pra ne jemi të mërzitur dhe themi vetë fjallë që e knash Allahun azze wa jall. Për të arsye, derti më i madh i çiftit bashkëtor, i babas dhe i nanës, që duhet me qenë momenti kur i vdes e vladi, momenti kur i zbulet e vladi, derti më i madh duhet me qenë a pa kaloj ke sprovë me sukses, edhe qysh po sillna me Zotin ke gjendje sprovës. Kur kemi punë mirë në dyzen, pas muja pa vdekje, kollaj është në thërë alhamdulillah, Allah faleminderit për të mirë që një gjithmonë. Allah do që këtë sjellje tonde, kur je mirë, këto fjalët e tua të bukura kur je mirë, i lumi Allah ka qenë dhe do me t'i dëgjua dhe kur t'a shak një sprovë. Edhe ku të prejke ati ku dhe ma shumë, ku të prejke e vladë. Në vdekje apo në smunjet e vladë. Ande Allah vazhdim ka treguar që na keni një sprovë juve, me marrjet e jetës, pasurisë, fryteve, me humbje, mirë po thotë më bëshin sabirin, përgëzoj ata që bojnë sabër, edhe bojnë durim. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, nuk bon vaki 2 prindërve musliman, një çift i bashkëtor me vdek 3 fëmijë, që nuk e kanë arritur pubertetin, e që ata fëmijë do thotë mos më bëse që ky prind apo këta prindë e fitu mëshirën e Allahut, edhe xhenetin e Allahut azza wa jall. Thotë pejgamberi vazhdon, kur duhet të gjykimit, kur vijnë këta prindë me u gjyku, Allahu azza wa jall i lek këta fëmijë duke i prind e vetë, qofë një fëmijë apo 2 apo 3, edhe kur i shofin prind e vetë, i kapin për dore, edhe Allahu thot atyre, hyni xhenet, se keni fitu mëshirën e Allahut, për shkak sprovës që keni pas në dunja, ja ku marrë vladin, 1 apo 2 apo 3 vetë ju kanë vdekur, edhe ju keni mosafër, edhe keni ku durim. Andaj kjo është për ata të cilët, do thot Allahu shkon me vladin. Gjithashtu tha pejgamberi sa Allahu ka thënë hadith qudsi, thot nuk bën vaki që robi tem një marrë një të dashur të kësaj bote, konkretisht e vladin, e ky rob me posafër dhe me shpesu shpëlimin e Allahut, që ky rob mos ta ketë shpëlim xhenetin e Allahut azza wa jall. Umu Sulejmi të ndërua xhamat ka qenë një gru burnesh, një gru që ka ditë me posafër, edhe një gru që ka ditë me arpshe sprovët bullit vetë. Allahu azza wa jall ja mësoi Umu Sulejmin me martu me një sahabi, Abu Talha. Edhe normalisht si krejt fëmija, edhe atër mjekësia do të nuk ka shenë shumë gjërume edhe atër ka pas probleme në trajtimin e fëmijës në aspektin mjekësor. Por normalisht ka qenë kaderi Allahu, kështu me qenë kua edhe me dhe fëmija. Abu Talha del mjatësi në xhamin e pejgamberit me falë bashkë në namazin me pejgamberin e Islam. E ka pas shtin nga xhamis. Mirë po para se me dalë në xhami, duke shku rrugën në xhami, i vdes e vladi vetë, lulak. Gruja vetë Umu Sulejmi nuk dashti një aprish burit qësi. Pa qef që burit vetë më shkuj e xhami, mos me shku të kajt, mos me shku me lotë sy, mos me shku i përzitur, edhe me pengu burit me falë namazin si ka hije. Gruja meshme, ka posabër. I ka dek e vladis, i ka thonë burit që e vladi ka dek. Edhe kur u këthy pjatësis,
i thotë atë në grave të kishime, mos zgaboni mi kallëzu burritem që i ka ndek djali. Unë i kallëzoj, ju mos folni. Thuni edhe burrave të juaj mos i kallëzoni burritem, në mutala që i ka ndek djali. Edhe mutala, s'po t'i përgjumë, edhe të shpia, edhe po i thotë o gru, s'po i ndihet zoni djali. Pas ka arrit me qetsu, tha po unë qetsu dhe djali jonë, pasodit më nuk do t'jetë dhimta. Nuk e mërë vesh. Më pas nëllë pak të analizu, që kesh djali. Pasodit më djali jonë nuk do t'jetë dhimta, kishë mërë vesh e ka te, po si ka kalzu. Edhe vjen gruja normalisht, si bashkërët e ndershme, edhe e përgadit, kuptohet, shtatin e fjetës të më rallë, s'pi kalzon hala uri që i ka vdek, e vladi. Normalisht, kjo gru ka po doa, edhe ka përbotë Allahu që mi a zërëcu Zotin e evlat tjetër, edhe pastaj të ndërrua gjëmat, normal, bi me flajt, kur quat me falë në maznat e mëtaleha. Atëre, gruja e mërë një pytje, tha o mërë, thot unë të nejta gjati si gru, që ka të deshtë, përfim mosa, ta prezua të shirë, emshin. Thot të kalëzaj për ta bëj një pytje, thot të folë e juse edhe pak sa po e jetë. Thot me ta thonë dikush një bosh tyje, me ta lonë një bosh tyje dikush. Edhe vjen kua me ta li borshin, a e kisha refuzu? Thot ja kisha kry borshin. Thot po të kalzoj e gru, o burqe, prom në ka dek djali për e acis po zdashta me ta prish. Shmore, thot e mune ka bukur me shku në gjami, në këthy për gjamis, me flej, me pas kontakt me ty, mu që me falë namaznate, edhe ki bo sobër, mas pakoj, asun kalzoj e s'ma prishen, natëm. Thot, mona sobër se dashta me të ndërua dhe mos ta prish qëtësin. Atëre për i nga besar më në qumë në gjesë në gjami, i tha Abu Talhas, Allahu Azza wa Jall, më shpallë dhe më tha që unë mos u lejë i gruajua dhe më kalzu për nesh, për shkak sabrit madhë që e ka pas, edhe nuk është anku për vdekin e vladin, Allahu Azza wa Jall dhe nësi që me mbet po atë kjo gruajua të është të zonë me ty, edhe pas saj, Allahu Azza wa Jall i tha, 11 apo 13 Andaj ku janë bukurat e atërshmit me sotin? Ku janë grata atërshmit me sotin? Sot një fëmija të ngishtin. Sot një fëmija për e ngishtin, buhet kiamet. Për para kanë dek fëmija, edhe kanë një gratë me i mëshirë sprovat para burave të tyre. Se ka logarit burin si pritar, edhe ka logarit burin si përqesi kryesor i familit dhe ka pas që nësë në po vazhdimisht me lëmë. E du zotin e manë që Allahu të gjitha ta që i spronë me vdikje apo smundje vetë ka zotin të forcoj. Inshallah Zotin më shkron të vdekujt e muslimanëve nëse ata që janë shkruar të mirë dhe gjallë, Allahu jep imam në besim. Alhamdulillah rabbil alamin.